Vdiq nga i ftohti në mal zbulojnë fjalët e fundit që 27 vjeçari nisi të atit. Pas 4 ditësh kërkime intensive nga toka dhe ajri, është gjetur i vdekur 27 vjeçari nga kisha i Hasit, Ajet Leshi. Sipas skuadrës kërkimit dhe banorëve të zonës që ndodheshin në vendngjarjet, trupi të riut është gjetur pa dëmtime të jashtme. Mësohet se 27 vjeçari është gjetur në vendin e quajtur Kurora e Mujës në bjeshkët e domajve të Hasit. Dyshimet e para janë se i riu mund të ketë vdekur si pasojë të ftohtit, mbulimit nga dëbora dhe ndonjë problemi shëndetësor, gjë që përforcohet edhe nga biseda e fundit telefonike me të atin, pas humbjes kontaktit mesditën e së dielës, më 6 prill, ku i kishte thënë: "Bab, kam bet në mal dhe jam sëmur."